Pa diskutim, është një rezultat që i padëshiruar për ne dhe janë pikë që i lëm, që do të rekuperohen në ndeshjet e ardhshme. Kemi edhe 11 ndeshje. Mendoj se e dhanë maksimumin çunat. Siç e tha, ishim me një lojtar më pak gjatë gjithë ndeshjes, u munduam ta nxjerrim ndeshjen deri në fund. Mirë po për fat keq në aksionin e fundit pësuam, kështu që është një ndeshje që dhem, mirë po ne do të çojmë kokën lart dhe të vazhdojmë të punojmë, kemi edhe 11 ndeshje, kështu që këto pikët do t'i rekuperojmë në ndeshjet e ardhshme. Me një lojtar më pak nga minuta e 10 është vështirë të flasësh për strategji, për vendosje, për këtë, mirë po nëse duhet nxjerrim diçka pozitive, mënyra se si luftoi skuadra me 10 lojtar nga minuta e 10, themi kushtimisht. Ajo është për të ardhur keq se ekipi deri në minutën e fundit e dha maksimumin, në gjitha aspektet. Tani në këtë ndeshje me një lojtar më pak edhe shënuam, pas pësimit të kartonit kuq shënuam. Mirë po për fat keq nuk arritëm të mbajmë rezultatin deri në fund, pësuam në aksionin e fundit. Është shumë dëshpëruese, mirë po edhe si shënuam me Sileksi minutën e fundit, fituam në Shkup. Tani do të mendojnë si të dalim nga kjo situatë në ndeshjet e ardhshme, mos na godite psikologjikisht kjo ndeshje, se kemi pasur një ecuri të mirë në pranverë. Kemi pasur 5 ndeshje radhëzi fitore në 5 ndeshje të forta. Kështu që pa diskutim këtë goditje duhet të gjithë së bashku duhet të përballojmë dhe të vazhdojmë në 11 ndeshje të ardhshme, mos dorëzohemi deri në fund për atë ambicje që kemi si klub. Realisht është e vështirë të japësh deklaratë pas një ndeshje si kjo, por më thuaj, kishte mundësi skuadra të shënoj golin e dytë ndoshta për të mbyllur takimin? Ishte shumë e vështirë, më thënë mbas i bënëm disa ndrime, munduam ta freskonim ekipin, u munduam ta shënojmë golin e dytë, mirë po nuk arritëm. Duke pasur parasysh se kishim 1-0, mendoj se me një lojtar më pak pa diskutim u duhet të bëhen detyrat më mirë, sidomos minutat e fundit. Kemi marrë aksionin e fundit, kemi marrë gol. Kjo që edhe, se nuk është sekondashtare na bënin ndonjë rast ose na vunin në vështirësi. Domethënë deri minutën e fundit ishim në çdo aspekt ishim mirë, sidomos në aspektin defanziv. U diheshte se pas kartonit të kuq do të vuajmë. Mirë po është për fat keq, kjo është futbolli.